Ndër zhvillimet kryesore ju ftoj të ndiqni në një anketë të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, 1/3 e shqiptarëve shprehen shumë të kënaqur me ekonominë. Problemi më i madh janë pensionet. Eksportuesit shqiptar janë në kërkim të produkteve të reja që kërkojnë tregje. Rënja e euros i ka detyruar të rikonceptojnë linjat e tyre të prodhimit. Mbi 4.000 subjekte po e prodhojnë vetë energjinë elektrike për nevojat e tyre, sipas të dhënave zyrtare, 1/3 e tyre janë familjar. Të rinj dhe studentët me protestat e tyre nisën 35 vjet më parë ëndrrën e Shqipërisë Europiane. Sot jemi më pranë Europës, por më pak të rinj. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Pensionet, shqetësimi më i madh për shqiptarët, por ata rezultojnë më të kënaqurit me ekonominë në rajon. Megjithatë, këta qytetarë raportojnë nivelin më të lartë të pasigurisë financiare. Gjysma e tyre nuk e përballojnë dot një shpenzim të papritur prej 1.000 eurosh. Në të gjithë rajonin, shqiptarët janë më të kënaqurit me ekonominë e tyre. Sipas një raporti të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC), gati 31% të shqiptarëve të pyetur shprehen se janë shumë të kënaqur, ndjekur nga Kosova me 29%, ndërsa serbët dhe bosnjakët kanë nivelin më të ulët të kënaqësisë ndaj ekonomisë së tyre. Pas një rritjeje të ndjeshme të pakënaqësisë në vitin 2022, numri i qytetarëve të pakënaqur me ekonominë rezulton të ketë rënë në 44.7%, nga 58% që ishte më parë. Në 2025-ën, shqetësimet më të mëdha në të gjithë Ballkanin perëndimor lidhen me kushtet ekonomike, duke nisur në radhë të parë me koston e lartë të jetesës dhe inflacionin, pasuar nga shqetësimet mbi pagat, pensionet dhe nivelet e taksave, të cilat ushtrojnë presion mbi të ardhurat e familjeve. Në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, këto shqetësime janë shumë të theksuara. Shqetësimi më i madh për shqiptarët raportohet të jenë pensionet, ndërsa për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, inflacioni dhe kostoja e jetesës mbeten problemet kryesore. Megjithëse mund të duket kontradiktore me faktin se shprehemi më të kënaqurit me ekonominë, Shqipëria raporton edhe nivelin më të lartë të pasigurisë financiare në vitin 2025, me 54.5% të shqiptarëve të pyetur, që deklarojnë se nuk mund ta mbulojnë një shpenzim të papritur prej afërsisht 1.000 eurosh, pa marrë hua ose pa u mbështetur te të tjerët. Një rritje e lehtë nga 53.3% që ishte në vitin 2024. Edhe Maqedonia e Veriut tregon një nivel të ngjashëm me gati gjysmën e qytetarëve të paaftë për të menaxhuar një kosto të tillë emergjente në 2025-ën. Po ashtu, shqiptarët nuk janë në gjendje të shpenzojnë para për veten e tyre çdo javë, me 40.5% të angëtuarve, shkalla më e lartë në rajon. Nga ana tjetër, Shqipëria raportoi edhe numrin më të lartë të njerëzve që deklaruan se nuk kishin mundësi të dilin me miq ose familjen çdo muaj. Pas 2 vitesh goditjesh të forta nga kursi i këmbimit dhe rënja e euros, sektori të eksporteve po i duhet të rishikojë të gjithë modelin e funksionimit. Shumë biznese kanë reduktuar aktivitetin, ndërsa një pjesë tjetër po e zhvendosin prodhimin drejt tregut vendas. Pas 2 viteve të vështira për sektorin e eksporteve, bizneset shqiptare vijojnë ende të ndjejnë pasojat e krizës të kursit të këmbimit dhe rënjes së euros. Një pjesë e kompanive nuk kanë arritur të mbijetojnë goditjes, ndërsa të tjerat janë detyruar të tkurrin aktivitetin, të mbyllin deg apo të ridimensionojnë prodhimin. Ekspertët e fushës thonë se viti 2025 shënon një farë stabilizimi, por situata mbetet sfiduese. Pas 2 vite fortune, do thoja, për eksportet shqiptare, ku një pjesë edhe nuk rezistoi dot, një pjesë tjetër u detyrua të tkurret, përfshirë edhe biznesin që u drejtoi. Viti 2025 duket sikur po stabilizohet disi, ndonë se përsëri euroja nuk kanë dalur së rëni. Po përpiqen të gjithë të bëjnë një lloj rinxhinieringu të aktivitetit të tyre biznesor. Një pjesë po përpiqen të mos eksportojnë më, të përpiqen të prodhojnë për tregun vendas. Dhe kjo është ndoshta një ndër alternativat më të mira për këtë lloj situatet. Ndërsa një pjesë duke ndryshuar prodhimin, duke ndryshuar teknologjinë, duke ndryshuar tregjet,
Dhe duke ndryshuar edhe konceptin. Sipas Zusit, shumë prej kompanive po orientohen drejt rishikimit të modelit të biznesit, duke zëvendësuar eksportet me prodhimin për tregun e brendshëm, apo duke investuar në teknologji dhe produkte të reja që u mundësojnë të rrisin vlerën e zinxhirit të prodhimit. Ky rikonstruktim është ndërruar në domosdoshmëri për mbjetesën e sektorit, ndërsa një pjesë e bizneseve raportojnë ulje të ndjeshme të vlerës së eksporteve. Ajo çfarë unë me biznesin tim kam bërë ka qenë kryesisht rikonceptimi i produkteve, kalim, modifikim, disa investime të shpejta, minimaliste në teknologji për të ndryshuar produktin dhe për ta përshtatur nga produkte eksportit në produkt për konsumatorin vendas. Është ulur në përqindje vlera e eksportit nga 90%, sot jemi diku tek 55-60% e gjiros eksport. Por ama jemi më të kënaqur sepse kemi hapur treg vendas dhe në një afat gjatësi, le të themi, mendojmë se do jetë diçka më e mirë. Për eksportuesit mbetet thelbësore përshtatja e modeleve të prodhimit me realitetin e ri ekonomik dhe rënien e vazhdueshme të euros. Nisma Cashless Albania 2030 që synon transformimin e pagesave pritet të aplikohet që nga fillimi i vitit që vjen. Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj thotë se me këtë modernizim të pagesave digjitale të Shqipërisë, vendi ynë po e fut veten mes vendeve më të zhvilluara evropiane. Shqipëria pozicionohet mes vendeve më të zhvilluara që kanë adoptuar modelet më të avancuara të pagesave pa para fizike cash me nisjen e nismës Cashless Albania 2030. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit bën të ditur se transformimi ekonomik dhe digital i vendit që pritet të nisë në fillim të vitit 2026 mbështetet në 3 shtylla kryesore: rritjen e përdorimit të pagesave elektronike për të ulur varësinë nga parat fizike, ndalimin gradual të transaksioneve cash, ku pritet të reduktohet përdorimi i keshit në çdo sektor dhe modernizimin e infrastrukturës financiare, duke orientuar tregun drejt metodave moderne të pagesave, si dhe për një ekonomi formale, transparente dhe konkurruese. Modeli që synon të ndjek Shqipëria është i ngjashëm me praktikat më të mira botërore drejt ekonomive cashless, por cilat janë shtetet që përdorin sistemin cashless. Suedia është modeli më i avancuar i cashless në botë, ku vetëm 1% e transaksioneve kryen me para fizike. Po kështu, Norvegjia është vendi me përdorimin më të ulët të keshit në Europë, ku bankat kanë reduktuar sportelet e paras fizike. Në Azi, Singapori ka krijuar një ekosistem modern të pagesave të menjëhershme përmes PayNow dhe QR-s të unifikuar kombëtare. Nga ana tjetër në Europë, Holanda është standard europian i pagesave digjitale, ku kartat e debitit dhe pagesat online përmbajnë mbi 95% të transaksioneve. Gjithashtu, Danimarka po eliminon gradualisht keshin, duke arritur këtë përmes investimeve të fuqishme në edukimin financiar. Me zbatimin e nismës Cashless Albania 2030, Shqipëria synon të ndjekë këtë model të përparuar për një ekonomi moderne të digitalizuar. Hapja e tregut të prodhimit të energjisë elektrike ka nxitur vetë prodhimin e këtij produkti bazë për ekonominë. Sipas shifrave zyrtare, numri i subjekteve deri më tani ka shkuar në 4.000, rreth 1/3 e tyre janë prodhues familjar. Numri konsumatorëve që vetë prodhojnë energjinë elektrike ka pësuar rritje progresive në 6 vitet e fundit, për të arritur në 4.097, sipas të dhënave të fundit të raportuara për vitin 2025. Sipas të dhënave zyrtare për periudhën 2020-2025, autokonsumatorët kanë shënuar rritje të ndjeshme sidomos në 3 vitet e fundit. Më konkretisht, në vitin 2020 regjistroheshin vetëm 59 klientë që e prodhonin vetë energjinë për nevojat e tyre, ndërsa në vitin 2021 u shtuan edhe 115 të tjerë. Ndërkohë, rritja ishte e lartë në vitin 2022 me 625 klientë, apo 443% më shumë se viti paraardhës. Në vitin 2023 u shtuan edhe 729 vetë prodhues të tjerë, ndërsa një numër më i lartë u regjistrua në vitin 2024, kur u miratuan aplikimet e 887 klientëve, por viti 2025 duket se ka shënuar rritjen më të lartë me 1682 klientë që tashmë e vetë prodhojnë energjinë elektrike.
Me këto impiante të miratuar dhe të lidhur me rrjetin elektrik, kapaciteti total i instaluar nga vetëprodhuesit ka arritur në 398 MW nga 217 MW që ishte në fund të vitit 2024. Ndërkaq të ndarë sipas llojit të klientit, privatët kryesojnë me numrin më të lartë, ndërkohë që 30% apo 1229 prej tyre janë klient familjar. Po ashtu të dhënat tregojnë se janë edhe disa institucione shtetërore, si bashki, ministri apo institucione arsimore, që kanë instaluar panele diellore për gjenerimin e energjisë, si dhe disa konsumator jo buxhetor, ku përfshin ujësiellsa, poliklinika apo qendra shëndetësore. Bizneset që kanë dalë në tregun e lirë të energjisë do të vijojnë ta kërkojnë atë si një mundësi e fundit tek furnizuesi i shërbimit universal pjesë e OSHE Group. Enti rregullatori i energjisë ishte në kërkim të një subjekti alternativ, por FSHU mbeti vetëm në treg pasi askush tjetër nuk aplikoi përveç saj. Furnizuesi mundësisë së fundit për bizneset e liberalizuar që nuk arrin të sigurojnë furnizimin me energji elektrike do mbetet furnizuesi shërbimit universal, që është një prej kompanive të OSHE Group. Enti rregullatori i energjisë hapi procedurën e përzgjedhjes së një kompanie që do mund të luante këtë rol në fillim të muajit nëntor, por në përfundim të afatit të vendosur, rezultoi se aplikimi vetëm i mbërritur nga furnizuesit e licencuar nga ere ishte ai i FSHU-s. Me paraqitjen e vetëm një aplikuesi, enti rregullator shpalli mbylljen e procedurës pa konkurim. Furnizuesi mundësisë së fundit është një shoqëri e licencuar për kryerjen e veprimtarisë së furnizimit dhe e ngarkuar me detyrimin e furnizuesit të mundësisë së fundit, i cili ofron për një periudhë të kufizuar kohe shërbimin e furnizimit në kushte të rregulluara ndaj klientëve dhe që i nënshtrohet çmimeve të përcaktuara në përputhje me metodologjinë e përcaktimit të çmimit të shitjes së energjisë elektrike që miratohet nga enti rregullator. Ky shërbim ofrohet kur furnizuesi tjetër ka ndërprer furnizimin e energjisë elektrike, kur klienti ka shlyer detyrimet ndaj furnizuesit të mëparshëm dhe kur klienti ka dëshmuar pamundësinë e furnizimit me energji elektrike nga furnizues të tjerë. Përcaktimi i tij është tehet i domosdoshëm për të gjithë ato biznese që kanë detyrimin për të zgjedhur vetë furnizuesin e tyre, por që për një sër arsyesh nuk arrin të sigurojnë atë. Tu përfshihen dhe bizneset që dalin në tregun e liberalizuar të energjisë. Data 8 dhjetor shënon ditën e rinis, një lëvizje që nisi nga studentët dhe ishte hapi i parë drejt pluralizmit në Shqipëri. 35 vite më vonë të rinj shfaqin nivel pesimizmi, qoftë në shërbimet që marrin, qoftë në përfaqësim në sektorët kyç të jetës ekonomike dhe sociale. 35 vite më parë, më 8 dhjetor 1990, pikërisht këtu, në qytetin Studenti, studentët u mblodhën duke kërkuar të drejtat e tyre themelore në konvikte. Një lëvizje që shumë shpejt u kthye në një lëvizje politike dhe shënoi fillesat e pluralizmit në Shqipëri. Por, 35 vite më vonë, sa të përfaqësuar ndihen të rinjt shqiptar? Sot të rinjt janë aktiv dhe kanë shumë potencial, por fatkeqësisht përfaqësimi i tyre nuk është në nivelet ku duhet të jetë. Kemi situata ku të rinjt nuk përfshihen as në proceset e vendimarrjes ose në ato procese, ata ndoshta janë thjesht si pjesë formale e tyre. Dhe kjo gjë krijon një boshllëk mes energjisë që të rinjt kanë dhe mes mundësive që atyre ju ofrohen. Hapësirat që atyre ju krijohen janë të pakta dhe konkurenca është shumë e lartë. Megjithatë, sipas të rinjve të viteve 90, ditët e sotme, të rinjt nuk kanë të njëjtin entuziazëm. Filloi si me kërkesa ekonomike, të cilat u transformuan në kërkesa politike, dhe entuziazmi ishte i papar në atë periudhë. Ndërsa tash kjo rinia ne mezi pristim të vinte dita e re, dita e nesme, sepse për ne e nesmja nuk ishte thjesht një ditë e re, po ishte edhe e ardhmja. Të dilim, të shkonim, të takoheshim me shokët, të ndiqnim ngjarjet e mëdha të papara deri në atë kohë. Dhe shoh një çik flegmatizëm, fjali shofi çik si më të entuziast të rinin, mjaftohet me një hikim jashtë, por në fakt ndryshimi duhet vi pikërisht nga rinia. Të rinjt këtë mungesë entuziazmi e justifikojnë me mungesën e suportit në tregun e punës, por edhe në vështirësitë që hasin në jetën e përditshme.
Përgjithsisht të rinj shfaqen shumë entuziast për tregun e punës, por përballen me një realitet dhe me një sistem i cili në shumicën e rasteve nuk i mbështet. Shumica e të rinjve shprehen që e kanë shumë të vështirë që të gjejnë një punë që përkon me diplomën që ata tashmë kanë marrë. Pa punë ata nuk marrin përvojë dhe pa përvojë nuk gjejnë dot punë. Për këtë ata shpeshherë detyrohen që të pranojnë punë që nuk përkojnë me profilin e tyre, çfarë ata kanë studiuar, jo nga zgjedhja e tyre, por nga domosdoshmëria. Sipas të rinjve, duhet të hartohen politika në mënyrë që brezi i ri të ketë një përfaqësim sa më dinjitoz dhe të dëshirojnë të jetojnë dhe të investojnë në vendin e tyre, jo të shohin emigrimin si zgjidhja. Sot në ditën e rinisë bazuar në treguesit mesatar demografik, ekonomik dhe social të popullsisë, Kanintel ka ndërtuar një identikit të një ish studentit të 1990-s që jeton sot në Shqipëri. Ndjekim materialin e përgatitur nga kolegja Gjorgjina Deda. Nëse para 34 viteve ishte zëri i parë që i dha goditjen murit të vjetër, sot studenti dhjetorit të vitit 90 jeton mes realitetit të një Shqipërie krejt tjetër, më të hapur por jo gjithmonë më të drejtë. Ai brez që dikur mbushi auditorët dhe sheshet me energjinë e ndryshimit, sot është pjesë e shtyllës së mesme të shoqërisë shqiptare. Shumë prej tyre kanë provuar emigrimin për disa vite, por jo të gjithë kanë mbetur jashtë. Një pjesë solide e atij brezi jeton ende në vend dhe mbart mbi supe historinë e tranzicionit më të gjatë në Europë. Duke u bazuar në treguesit mesatar demografik, ekonomik dhe social të popullsisë shqiptare, Kanintel ka ndërtuar një identikit të arsyetuar të një ish studenti të vitit 1990 që jeton sot në Shqipëri. Sot ish studenti dhjetorit është rreth 55 vjeç, pjesë e një brezi që është rritur mes kufive të mbyllur të komunizmit dhe ka hyrë në moshën e rritur së bashku me lindjen e pluralizmit. Mosha mesatare e martesës së tyre ka qenë rreth 30 vjeç sipas të dhënave. Sot jetojnë zakonisht një familje prej 3 persona, shifër që përputhet me madhësinë mesatare të familjes shqiptare aktuale. Në këtë grup mosh femrat janë më të shumta si pasojë e jetëgjatësisë më të lartë dhe emigrimit më të madh të meshkujve. Kështu profili statistikor shpesh përfaqësohet nga një grua që ka qenë studente atyre viteve. Brezi studentëve të dhjetorit ruan një nivel të kënaqshëm arsimimi, por realiteti ekonomik shpeshherë ka qenë i ashpër me idealet e tyre të dikurshme. Sot shumica mund të punojnë në sektorin privat ku përqendrohet pjesa dërmuese të punësuarve në vend. Të ardhurat e tyre llogariten mesarish në rreth 800 euro në muaj, ndërkohë konsumi për muajshëm personal fiksohet në rreth 30.000 lekë, duke reflektuar kostot e jetesës në një ekonomi që ka njohur rritje çmimesh, por jo detyrimisht rritje të njëjtë të fuqisë blerëse. Një pjesë e studentëve të viteve 90 ka provuar emigrimin shpesh për periudha disa vjeçare, por profili i Unisotum fokusohet tek ata që kanë zgjedhur të rikthehen ose të qëndrojnë duke ndërtuar jetesën e tyre në Shqipëri. Ndërkohë fëmijët e tyre shpesh janë pjesë e një brezi shumë më të prirur drejt largimit, një ironi e heshtur e kohës, ku prindrit protestuan për një vend të lirë dhe fëmijët e tyre zgjedhin një tjetër vend për të jetuar. Pra mund të themi se ish studenti i dhjetorit që jeton sot në Shqipëri është një qytetar rreth të 50-ave të vona, i martuar prej më shumë se 2 dekadash, me një fëmijë ose 2, me të ardhur në rreth 800 euro në muaj dhe me një konsum mesatar të moderuar, punon kryesisht në sektorin privat dhe jeton me një familje prej 3 personash. Emigracioni vazhdon të jetë një nga sfidat më të mëdha të Shqipërisë me të rinjt dhe të arsimuarit që largohen drejt vendeve të tjera. Të dhënat e fundit tregojnë se vetëm në vitet 2023-2024 u largua 23% e të arsimuarve, ndërsa rikthimi i tyre mbetet minimal. Emigracioni ka qenë dhe mbetet një nga fenomenet më të rëndësishme shoqërore dhe ekonomike që ka shoqëruar Shqipërinë gjatë 3 dekadave të fundit. Që nga fillimi i viteve 90 deri më sot, qindra mijëra shqiptar kanë zgjedhur të largohen nga vendi në kërkim të një jete më të mirë, mundësive më të mëdha për punë, arsim dhe mirëqenie. Ky fluks i vazhdueshëm migrimi, kur përfshin kryesisht të rinj dhe forcat aktive të punës, ka ndikuar ndjeshëm në strukturën demografike të vendit, duke sjellë rënje të popullsisë, plagje të saj dhe boshatisjen e zonave rurale. Emigracioni shqiptar nuk është thjesht një lëvizje demografike, por një pasqyrim i sfidave ekonomike dhe sociale me të cilat përballet vendi, si papunësia, pagat e ulta dhe mungesa e perspektivës afatgjat. Sipas të dhënave dhe hulumtimeve të kryera nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, rezulton se një pjesë e konsiderueshme e të arsimuarve shqiptar janë larguar jashtë vendit. Konkretisht, të dhënat tregojnë se në grupin e personave të arsimuar, gjatë viteve 2023-2024, 23% e tyre u largua, ndërsa vetëm 3% atyre që jetonin jashtë vendit u kthyen. Këto të dhëna tregojnë se shumica të rinjve të arsimuar po e shet të ardhmen e saj jashtë kufive të vendit, duke konsideruar emigracionin si zgjidhjen kryesore për ambicet profesionale dhe për një standard jetese më të lartë.
Kjo tendencë nënvizon jo vetëm mungesën e mundësive konkurruese në tregun vendas të punës, por edhe nevojën urgjente për reforma në arsim, ekonomi dhe politika punësimi, në mënyrë që Shqipëria të mos humbas kapitalin e saj më të çmuar, burimet njerëzore të kualifikuara. Në të kundërt, vijimi i këtij trendi rrezikon të thellojë më tej pabarazitë sociale dhe të ngadalsojë zhvillimin afatgjatë të vendit. Blegtoria është një ndër sektorët më me potencial në vend, por që nuk shfrytëzohet siç duhet dhe sa duhet, duke bërë që vit pas viti të kurret, por në këtë sektor ka edhe të rinj që po ja dalin. Pavarësisht se blegtoria është një sektor në rënje dhe emigrimi ka ndikuar negativisht në potencialet që ka ajo për të zhvilluar, sërish ka të rinj që nuk e kanë braktisur dhe e shikojnë si një mundësi biznesi. Një nga këta të rinj është edhe Emiliano Qeraj, 26 vjeçari nga Baldushku, i cili ka qenë edhe përfitues i mbështetjes direkte për tufën bazë të matrikuluar nga skema e subvencioneve në bujqësi. Në ditën kombëtare të rinisë, blegtori u bën thirrje bashkë moshatarëve të tij të kthejnë sytë nga blegtoria. Unë jam Emiliano Qeraj, nga fshati Baldushku i Tiranës. Prej 15 vitesh ushtroj barvajtjen e lopëve, kam 14 krerë lopë dhe 15 vjeça aktualisht. Prodhoj rreth 200 litra qumë në shëndit, ku i tregtojmë tek pikat e grumbullimit që kemi te afër zonës. Puna ka vështirësitë e veta, por kur e bën me dëshirë dhe pasion diçka, është më kollaj për të arritur. I bëj thirrje edhe të rinjve të angazhohen në mbarvajtjen e lopëve dhe blegtorisë, se është një punë që të jep shumë të ardhurë dhe nuk le kurrë në asnjëherë pa gjë. Referuar të dhënave të Instat si pasojë e reduktimit të numrit të bagëtive, për vitin 2024 në territorin shqiptar janë grumbulluar 95.000 ton qumësht, ndërsa krahasuar me një vit më parë, sasia ka rënje me 6.6%, ndërsa prodhimi i mishit ka rënë me 3.8%. Në portalin qeveritar Albania, fluksi i kërkesave për punë ka qenë i lartë sipas të dhënave të regjistruara. Qytetarët që kanë aplikuar ka qenë 40% më i lartë se një vit më parë. Detajet i sjell kronika në vijim. Numri i qytetarëve që janë regjistruar si punëkërkues përmes portalit qeveritar Albania ka shënuar rritje të ndjeshme këtë vit. Sipas të dhënave të publikuara nga portali Albania, nga janari në tetor të këtij viti janë regjistruar 19.721 aplikime online, në krahasim me 14.065 aplikime të së njëjtës periudhë të një viti më parë. Shërbimi regjistrimi si punëkërkues, i cili ofrohet plotësisht online përmes Albania, u mundëson individëve të kryejnë të gjithë procesin pa pasur nevojë të paraqiten fizikisht pranë zyrave të punës. Regjistrimi online vijon të jetë një prej shërbimeve më të përdorura të platformës, duke lehtësuar procesin për qytetarët që kërkojnë punë, si dhe duke u mundësuar akses më të shpejt në informacione të rëndësishme mbi vendet e lira të punës dhe programet e mbështetjes, si dhe mundësisë që u ofrohet për të ndjekur në mënyrë transparente statusin e aplikimit të tyre. Sipas të dhënave zyrtare nga Instat, në 3 mujorin e 2 të 2025, shkalla zyrtare e punësimit për popullsinë 15 deri 64 vjeç është 69.1%. Krahasuar me të njëjtin 3 mujor të një viti më parë, kjo shkallë është rritur me 0.5%, ndërsa shkalla pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15 deri 64 vjeç është 86.2% në 3 mujorin e 2 të 2025. Ky tregues është rritur me 0.6% krahasuar me 3 mujorin e 2 të vitit 2024. Kampusi i ri i forcave të armatosura pritet të jetë gati në shkurt të 2026 dhe të do ofrojë kushte moderne për formimin e kadetëve. Studentët paguhen rreth 800 euro në muaj që në vitin e parë, ndërsa interesi është shumë i lartë. Synohet që akademia të kthehet në një shkollë rajonale kadetësh. Kampusi i ri i forcave të armatosura pritet të jetë gati për studentët në shkurt të 2026. Kështu është shprehur ministri i mbrojtjes Pirovengu gjatë inspektimit të punimeve me ministren e arsimit Mirela Kumbaro. Me një hapësirë prej 7.600 metra katror, kampusi i ri ofron klasa dhe auditore moderne, polikon stërvitor, pishin, laboratore dhe ambiente funksionale, që plotësojnë standardet më të larta të edukimit ushtarak.
Rreth 80% të punimeve kanë përfunduar, ndërsa po punohet për arredimin dhe pajisit teknologjike, tha Dhengu. Praktikisht kemi një situatë ku kemi një numër shumë të madh aplikimesh çdo vit. Ky vit ka pasur një numër rekord, 1630 aplikime, vetëm për 80 vende, 80 kuota. Dhe është ndoshta institucioni i arsimit të lartë që ka pasur rritjen më të madhe këto vite dhe fundit. Disproporcionin më të madh midis kërkesës edhe ofertës, sipas kalendarit që kemi, ministre, në muajin shkurt praktikisht godina do jetë gati për të akomoduar bachelorët dhe masterat. Në vitin e parë bachelor, një student i Akademisë së Forcave të Armatosura paguhet rreth 800 euro në muaj. Ministri Dhengu theksoi se ky kampus do të shndërrohet në një shkollë rajonale kadetësh. Studentët paguen nga momenti që kryen betimin dhe formimin mbas muajve të parë dhe betohen, paguen, janë me rrogë cilësore, sepse praktikisht një ushtarak në vit të parë sot merr 800 euro rrogë, dhe pastaj ka ecurin me gradat, me vështirësinë. Kemi dhe elementin e formimit të kadetëve nga Kosova. Kemi rritur kuotat dhe për ta, që është e vërteta. Dakord. Në mënyrë që ju ofrohet edhe atyre të pozicionohemi gjithnjë më shumë si një kampus rajonal. Edhe për Kosovën patjetër. Nga ana tjetër, Kumbare u shpreh se Akademia Ushtarake është pjesë e portofolit të madh të investimeve në arsim. Është një investim që shtohet portofolit të madh të investimeve në fushën e arsimit, e cila ndryshe nga të shkuptohet ose keq kuptohet, nuk është thjesht buxheti i Ministrisë së Arsimit. Portofoli që qeveria shqiptare investon në sektorin e arsimit është në fakt dhe Akademia Ushtarake, siç është dhe shkolla e magjistraturës, siç është dhe arsimi profesional, që sot apo Akademia e Sigurisë e kështu me radhë. Akademia ofron një ofertë të gjerë akademike dhe profesionale, jo vetëm në programe teorike, por edhe formim profesional në specialitete si siguria kibernetike, duke përgatitur edhe specialist për sektor të tjerë shtetëror. Edhe në Shqipëri, rrjetet sociale po e thellojnë fitoren e tyre mbi mediat tradicionale. Sipas të dhënave të fundit nga Securimeter për vitin 2025 i publikuar nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, vetëm 24.9% e shqiptarëve deklarojnë se kanë besim të madh ose të konsiderueshëm tek televizionet. Besimi i qytetarëve shqiptar ndaj medias po bie ndjeshëm sipas të dhënave të fundit nga Securimeter për vitin 2025 i publikuar nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal. Vetëm 24.9% e shqiptarëve deklarojnë se kanë besim të madh ose të konsiderueshëm në televizione, duke shënuar një rënje prej 6.6 pikësh krahasuar me vitin 2024. Në të njëjtën kohë, mosbesimi ndaj televizionit ka arritur në 74.9% duke treguar një skepticizëm të thellë ndaj informacionit tradicional. Rënja e besimit nuk ndalet vetëm tek televizionet, edhe rrjetet sociale mbeten një burim informacioni me besueshmëri të ulët. Vetëm 10.9% e shqiptarëve i besojnë lajmeve që marrin nga mediat sociale, megjithse ka patur një rritje të vogël prej 1.4% nga viti i kaluar. Kjo tregon se publiku shqiptar mbetet i dyshim ndaj informacionit online edhe pse përdorimi i rrjeteve sociale është i përhapur. Krahasuar me vende të tjera të Ballkanit perëndimor, situata në Shqipëri duket shqetësuese. Kosova mban nivelin më të lartë të besimit në televizion me 49%, ndërsa Maqedonia e Veriut regjistron 38.9% të personave të anketuar të cilët janë shprehur se kanë besim tek televizioni. Mali i Zi ka 26.9% besim, Serbia 18.7% dhe Bosnia-Hercegovina 18.4%. Kjo e vendos Shqipërinë ndër vendet me nivelin më të ulët të besimit të mediave në rajon. Edhe në rastin e rrjeteve sociale, Shqipëria mbetet në fund të listës. Në të njëjtën kohë, Kosova shënon një rritje të dukshme të besimit ndaj mediave sociale, duke arritur në 31.7% të personave të cilët janë shprehur se kanë besim, ndërsa Serbia gjithashtu përmirëson nivelin e besimit në 19.1%. Maqedonia e Veriut dhe Bosnia-Hercegovina përkundrazi po përjetojnë rënje të besimit në platformat online, duke reflektuar një skepticizëm të publikut të përhapur në rajon. Ky fenomen mund të lidhet ngushtë me përhapjen e dezinformimit, mungesën e pavarësisë së mediave dhe nivelin e ulët të edukimit mediatik. Situata në Shqipëri tregon se mediat, si tradicionale ashtu dhe online, përballen me një sfidë serioze për të fituar besimin e publikut. Kryeministri grek Mitsotakis u bëri thirrje fermerëve të ulin bllokadat e rrugëve dhe të angazhohen në dialog konstruktiv. Ai premtoi pagesa të konsiderueshme subvencionesh dhe mbështetje për sektorin deri në fund të dhjetorit.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis u bëri thirrje fermerëve të ulin bllokadat e rrugëve, duke theksuar se pagesa të konsiderueshme dhe mbështetje do të realizohen deri në fund të dhjetorit. Fermerët kanë vendosur bllokada rrugësh në të gjithë Greqinë për të protestuar ndaj mungesës së parashikuar prej 600 milion eurosh subvencione dhe pagesa të tjera nga Bashkimi Evropian. Këto fonde mbeten të ngrira për shkak të një hetimi për korrupsion në shpërndarjen e ndihmave bujqësore. Duke folur në një konferencë për shëndetësi në Athinë, Mitsotakis tha se qeveria e tij mbetet e hapur për dialog me fermerët, por kërkoi që bisedimet të zhvillohen pas zhbllokimit të rrugëve. Ai paralajmëroi se protestat rrezikojnë të kthejnë opinionin e gjerë publik kundër fermerëve, edhe nëse kërkesat e tyre janë të drejta. Dera e qeverisë është e hapur, u shpreh. Do të ishte mirë që dialogu të zhvillohej me rrugë të hapura, jo të mbyllura. Ne jemi të gatshëm për bisedime. Kërkojmë që fermerët të kenë përfaqësim të duhur, të vinë me kërkesa të qarta dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive. Mitsotakis pranoi vonesat në pagesat e subvencioneve, por tha se pagesat të konsiderueshme do të realizohen deri në fund të dhjetorit. Ai gjithashtu theksoi se çdo mas duhet të përputhet me rregullat e Bashkimit Evropian, duke theksuar gabimet e mëparshme në premtimin e fondeve që më pas nuk mund të justifikohen. Gjatë këtyre ditëve, fermerët dhe blegtorët në të gjithë Greqinë kanë intensifikuar bllokadat e rrugëve, me qindra traktorë të parkuar në autostrada dhe rrugë rajonale. Protestat përfshin gjithashtu bllokimin e porteve, pikave doganore dhe aeroporteve. Të rinjtë e Maqedonisë së Veriut vazhdojnë ta shohin emigrimin si prioritet. Sipas raportit të fundit, rreth 1/3 e studentëve kërkojnë të largohen nga vendi kryesisht për arsye ekonomike dhe kulturore. Edhe pse Organizata për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin Ekonomik njoftoi disa ditë më parë se emigrimi në vendet e pasura është ulur me 20%, të rinjtë e Maqedonisë së Veriut vijojnë ta kenë prioritet. 1/3 e studentëve maqedonas emigron ose mendon që të emigrojë jashtë vendit. Këtë e konfirmon edhe hulumtimi i fundit i Universitetit Nën Tereza në Shkup, në bashkëpunim me universitete të tjera rajonale dhe ndërkombëtare. Të gjithë po përballemi me një sfidë të përbashkët. Nuk do të thotë se në Ballkan kemi më shumë probleme me emigrimin dhe të tjerët jo. Numri i personave që dëshirojnë të largohen është shumë i lartë. Rreth 57% të anketuarve në Maqedoninë e Veriut janë shprehur se janë të interesuar për të emigruar, than burime zyrtare të universitetit. Një prej faktorëve më të rëndësishëm mbetet ai ekonomik, ndërsa hulumtimi në vitet e fundit kanë nxjerrë në pa edhe faktorin kulturor, si një nga arsyet pse të rinjtë dëshirojnë të ikin. Kujtojmë se edhe të dhënat e Institutit për Hulumtime Politike të publikuara në maj të këtij viti treguan se 1 në 3 persona mendon të shpërngulet nga Maqedonia e Veriut. Sipas anketimeve, interes më të madh për të larguar kanë grupofshat nga 30 deri në 50 vjeç. Sfida më e madhe për të rinjtë e rajonit të Pollogut që duan të emigrojnë mbetet mosnjohja e gjuhës dhe mos përshtatja me sistemin e ri. Ndërsa nostalgjia për shtëpinë prek pothuajse gjysmën e tyre, romët dhe shqiptarët përballen me më shumë vështirësi gjuhësore, ndërsa maqedonasit shqetësohen për njohjen e diplomave. Megjithatë, të rinjtë vlerësojnë pozitivisht sistemin shëndetësor dhe transportin jashtë vendit. Për të kthyer ata kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të mira pune, ndërsa shumica besojnë se qeveria duhet të jetë faktori kryesor në krijimin e kushteve për rikthimin e tyre. Më shumë se 46% e të rinjve në Maqedoninë nuk mund të besojnë se vendi do të bëhet antar i Bashkimit Evropian, sipas raportit të fundit. Vetëm 6.7% besojnë se antarësimi mund të arrihet në 5 vite të ardhshme, ndërsa 35.8% presin që kjo të ndodhë në të ardhmen më të largët. Pengesat kryesore për integrimin, sipas të anketuarve, janë korrupsioni, mosmarrveshje dypalçe dhe besimi i ulët në institucione. Frika nga një luftë në Ballkanin Perëndimor është në rënje në vitin 2025 me Shqipërinë dhe veçanërisht Kosovën, që shfaqin nivelet më të ulta të shqetësimit. Në të kundërt, Bosnia, Hercegovina dhe Serbia mbeten vendet me nivelin më të lartë të frikës për konflikt. Frika nga një konflikt i mundshëm midis vendeve të Ballkanit Perëndimor është në rënje. Sipas një ankete të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, që mat perceptimin e shtetasve të Ballkanit Perëndimor mbi sigurinë, 2025 shënon një trend të përmbysje krahasuar me 2024-ën, ku gati 50% të shtetasve të pyetur në të gjithë rajonin treguan një shqetësim të ulët për konflikt midis vendeve të tyre. Në Shqipëri, shqetësimi publik për mundësinë e luftës në rajon ka ndryshuar dukshëm. Gjatë vitit të kaluar, 53.6% e qytetarëve shprehën shqetësim të lartë, por kjo ra në 44.5% në vitin 2025, ndërkohë pjesa e tyre me shqetësim të ulët u rrit nga 43% në 50%, që tregon një besim në rritje se konflikti rajonal është i pamundur. Bosnia dhe Hercegovina ka nivelin më të lartë të shqetësimit në lidhje me një luftë midis 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor. Si në vitin 2024, ashtu edhe në 2025, shumica qytetarëve shprehen të friksuar. Nga ana tjetër, Kosova është më pak e shqetësuara,
Si në vitin 2024, ashtu edhe në 2025, një shumicë e madhe qytetarëve shprehen shqetësim të ulët, prej 69.5% dhe 72.5% përkatësisht. Vetëm 24% e popullsisë deklaron se është shumë e friksuar për një luftë të mundshme. Këto të dhëna sugjerojnë një ndjenjë të fortë dhe në rritje të sigurisë në Kosovë në lidhje me mundësinë e konfliktit të brendshëm në rajon. Në të kundërt, shumica e qytetarëve serbë mbeten të shqetësuar për një luftë të mundshme midis Ballkanit Perëndimor. Në vitet 2024 dhe 2025, rreth 53.8% e popullsisë ishte shumë e friksuar se mund të ndodhte një konflikt rajonal. Mali si dhe Maqedonia e Veriut janë më të balancuar. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Në tetor, prodhimi industrial gjerman u rrit shumë më tepër në raport me pritshmëritë, kur ekspertët e kishin pritshmërinë për vetëm 0.4% rritje, në realitet zgjerimi ishte me 1.8%. Megjithatë, ende ekspertët thonë se nuk ka arsye për të qenë të sigurt për sektorin. Prodhimi industrial gjerman u rrit shumë më tepër se sa pritej në tetor, por ekonomistët nuk shohin shenja të një rritjeje më të gjerë, pasi vështirësitë strukturore do të vazhdojnë të kenë ndikimin e tyre mbi bizneset. Prodhimi industrial u rrit me 1.8% krahasuar me muajin e kaluar, në një kohë që analistët kishin parashikuar një rritje prej 0.4%. Edhe pse kjo është rritja e dytë mujore radhazi, ekspertët e ekonomisë gjermane thonë se ende nuk ka arsye për të qenë të sigurt për sektorin, i cili ka rënë ndjeshëm këtë vit. Nivelet e kostove në Gjermani janë të larta krahasuar me standardet ndërkombëtare dhe marrja e porosive mbetet e dobët, thanë ekspertët. Sipas tyre, kjo i zvesh shpresat për një rimëkëmbje të shpejtë. Sipas statistikave, prodhimi në tetor ishte ende 0.9% në nivelin e tij para rënies së madhe në gusht dhe rreth 9% nën kulmin e tij në shkurt 2023. Sektori i ndërtimit dha një kontribut të konsiderueshëm me prodhimin që u rrit me 3.3% në muaj. Sektori i prodhimit, i cili përjashton prodhimin e energjisë dhe ndërtimin, gjithashtu pa një rritje të dukshme prej 1.5%. Zyra e statistikave gjermane shtoi se prodhimi në shtator u rrit me 1.1% krahasuar me gushtin. Rritja në tetor vetëm sa ka kompensuar rënien e ndjeshme të verës, që do të thotë se prodhimi vazhdon të lëvizë, thanë ekspertët. Porositë industriale gjermane u rritën me 1.5% krahasuar me muajin e kaluar në bazë të rregulluar sezonalisht dhe kalendarik, tha të premten Zyra Federale e Statistikave. Volkswagen ka njoftuar një plan investimesh për 160 miliard eurosh deri në vitin 2030. Kompania përballet me rënje fitimesh dhe presion të fortë në tregjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Grupi Volkswagen planifikon të investojë 160 miliard euro deri në vitin 2030, njoftuan burimet zyrtare. Vendimi reflekton masat shtrënguese të kompanisë, ndërsa prodhuesi më i madh evropian i automjeteve përballet me një krizë të thellë në dy tregjet kryesore, në Kinë dhe në Shtetet e Bashkuara. Shpenzimet totale, të cilat përdysohen çdo vit si pjesë e planit 5 vjeçar të investimeve të Volkswagen, krahasohen me 165 miliard euro për periudhën 2025-2029 dhe 180 miliard për 2024-2028, me vitin 2024 që shënoi kulmin. Që atëherë Volkswagen, që përfshin markat Porsche dhe Audi, është goditur nga tarifat e SBA-s dhe konkurrenca e ashpër në Kinë. Situata ka dëmtuar kryesisht fitimet e Porsche, që shet rreth gjysmën e automjeteve pikërisht në këto dy tregje. Kohët e fundit, kompania njoftoi një tërheqje të madhe nga strategjia e saj për automjetet elektrike. Sipas zyrtarëve të Volkswagen, fokusi i planit më të fundit të shpenzimeve është Gjermania dhe Evropa, duke i përfshirë produktet, teknologjinë dhe infrastrukturën. Gjithashtu, konsiderimi i mundësisë për një fabrikë të Audi në SBA do të varet nga mbështetja financiare e mundshme e Washingtonit, ndërkohë që Porsche nuk pritet të zgjerojë tregun në Kinë. Lokalizimi i prodhimit brenda grupit të Volkswagen është i mundur dhe një model i personalizuar Porsche për tregun kinez mund të jetë i arsyeshëm në të ardhmen. Këto zhvillime vijnë në një periudhë ku prodhuesit evropian të automjeteve po përballen me presion të madh nga konkurrentët kinez dhe ndryshimet e shpejta në tregun global të automjeteve elektrike. Volkswagen shpreson që strategjia e re e investimeve të forcojë pozicionin e tij në Evropë dhe të ruajë konkurrueshmërinë në tregjet ndërkombëtare.
Gjermania po shqyrton reformën e pensioneve duke lidhur moshën e daljes në pension me vitet e kontributeve dhe jo vetëm me jetëgjatësinë. Sipas kësaj mase, personat që punojnë më shumë vite mund të dalin më herët në pension. Në kuadër të debateve për reformimin e sistemit të pensioneve në Gjermani, Ministria e Punës po konsideron idenë e lidhjes së moshës së daljes në pension me numrin e viteve të kontributeve të paguara të sigurimeve shoqërore. Institucioni ju referua një rekomandimi të disa ekonomistëve, që vlerësojnë lidhjen e moshës së daljes në pension me vitet e kontributeve më të drejtë sesa lidhjen e saj me jetëgjatësinë. Ministria shpjegoi se për moshën e pensionit ekzistojnë dy modele të ndryshme. Një mundësi është që mosha e pensionit të bazohet mbi jetëgjatësinë, ndërsa tjetra mbështetet në vitet e kontributeve që ka paguar dikush në sistem. Nëse dikush fillon një praktik në moshën 16 vjeç dhe më pas paguan në sistemin e sigurimeve shoqërore për një periudhë të caktuar, ai mund të dalë në pension më herët, kurse ata që fillojnë të punojnë më vonë, duhet të punojnë më gjatë, shpjegojnë zyrtarët. Ky mund të jetë një lajm i keq për personat që studiojnë dhe mbarojnë universitetin, sepse fillojnë të punojnë më vonë se ata që nuk studiojnë. Të dy modelet do të diskutohen në Komisionin e Pensioneve. Aktualisht mosha e daljes në pension përcaktohet nga data e lindjes dhe deri në vitin 2031 do të rritet gradualisht në 67 vjeç. Personat që kanë paguar 45 vjet kontribute në sistemin e sigurimeve shoqërore kanë të drejtë të dalin më herët në pension. Sipas Ministrisë së Punës, për ata që kanë lindur pas 1 janarit 1953, mosha e pensionit rritet me 2 muaj për çdo vit, ndërsa ata që kanë lindur pas 1 janarit 1964 mund të tërhiqen nga puna pa reduktim të pensionit kur mbushin 65 vjeç. Çmimet e alkoolit variojnë ndjeshëm në Evropë me vendet nordike që kryesojnë rënditjen, ndërsa ekonomitë më të mëdha të bllokut regjistrojnë vlera më të ulta se mesatarja. Çmimet e alkoolit variojnë ndjeshëm nëpër Evropë, shpesh për shkak të taksave që përdoren për të reduktuar dëmet nga përdorimi i pijeve. Sipas Eurostat, 1.50 euro nga çdo 100 euro që familjet shpenzojnë mesatarisht për mallra dhe shërbime në BE shkojnë për pijet alkolike. Indeksi i nivelit të çmimeve që krahason të njëjtin grup pijesh alkolike në të gjithë Evropën është një zgjidhje e mirë për të nxjerrë në pa dallimet në kosto. Mesatarja e BE-s është vendosur në 100, kështu që një nivel mbi këtë shifër do të thotë se një vend është më i shtrenjtë se mesatarja e bllokut, ndërsa një vlerë në 100 tregon se është më lirë. Në vitin 2024, shteti më i shtrenjtë në Evropë për alkool ishte Islanda. Aty, njerëzit paguajnë 285 euro për pije që mesatarisht kushtojnë 100 euro në BE. Kjo është 185% mbi mesataren e bllokut. Në vendet e tjera të renditjes, çmimi i këtij grupi pijesh është 226 euro në Norvegji, 210 euro në Finland dhe 203 euro në Turqi. Kjo do të thotë që pijet alkolike kushtojnë më shumë se 2 herë mbi mesataren e Unionit. Irlanda me 198 euro është gjithashtu pranë këtij niveli. 3 vendet më të shtrenjta janë të gjitha në rajonin nordik. 2 shtetet e tjera nordike gjithashtu qëndrojnë mbi mesataren e bllokut. Suedia me 146 euro dhe Danimarka 125 euro. Çmimet më të lira të alkoolit regjistrohen në Itali, Gjermani dhe Austri. Pijet alkolike që kushtojnë 100 euro në Bashkimin Evropian janë vetëm 84 euro në Itali, 87 euro në Gjermani dhe 90 euro në Austri. Në Spanjë, njerëzit paguajnë 91 euro për të njëjtin grup pijesh. Kjo tregon se alkooli është përgjithsisht më i lirë në 4 ekonomitë më të mëdha të bllokut në raport me mesataren. Eksportet e Kinës u rritën me 5.9% në muajin nëntor, duke kapërcyer pritshmëritë dhe duke rikthyer trendin pozitiv në vend. Rritja e eksporteve totale ka ardhur pavarësisht rënies së ndjeshme të dërgesave drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës përgjatë muajve të fundit. Eksportet e Kinës u kthyen në trajektore pozitive në nëntor pas një rënje të papritur në muajin paraprak. Megjithatë, dërgesat drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës ran pothuajse me 29% krahasuar me një vit më parë, duke shënuar muajin e 8 radhazi me rënje 2 shifrore. Në total, eksportet kineze në nëntor ishin 5.9% më të larta se një vit më parë, sipas të dhënave doganore. Shifra arriti në $330.3 miliard, duke
duke tejkaluar përçmëritë e ekonomistëve dhe duke sinjalizuar një përmirësim krahasuar me rënien 1.1% të tetorit. Të dhënat treguan se suficiti tregtar i Kinës për 11 muajt e parë të vitit kaloi vlerën e $1 trilion. Kjo është shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë për një vit të vetëm dhe më shumë se suficiti prej $992 miliardë i vitit 2024 sipas të dhënave zyrtare të FactSet, ndërsa eksportet drejt SBA-s janë të kurrur gjatë pjesës më të madhe të vitit, dërgesat drejt rajoneve të tjera janë rritur ndjeshëm, përfshirë Azinë Juglindore, Amerikën Latine, Afrikën dhe Bashkimin Evropian. Importet e Kinës u zgjeruan me 1.9% në nëntor dhe tejkaluan $218 miliardë. Kjo vlerë është më e lartë se rritja e 1% e tetorit, edhe pse rënja e vazhdueshme në sektorin e pasurive të paluajtshme vazhdon të ndikojë negativisht te shpenzimet e konsumatorëve dhe investimet e bizneseve. Një armë pushim tregtar një veçar mes SBA-s dhe Kinës u arrit gjatë një takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit kinez në fund të tetorit në Korenë e Jugut. SBA-ja uli tarifat ndaj Kinës, ndërsa Pekini premtoi të ndalonte kontrollet e eksportit për mineralet e rralla. Ka shumë gjasa që eksportet e nëntorit të mos reflektojnë ende plotësisht uljen e tarifave që do të ndihet më shumë gjatë muajve të ardhshëm, shpjegojnë ekonomistët. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët të ndajmë këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.